أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hamdi dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, xhumat e fundit kemi folur diçka lidhe me kushtet e besimit, kemi folur për besimin në Allahun. Dhe dersën e fundit apo xhumon e fundit kemi folur për besimin në melajkat. E sot inshallah do të flasim diçka lidhje me besimin në pejgamberët dhe librat. Është obligim apo kusht të besohen pejgamberët, të cilët kanë qenë burra, pra Allah xhaleshanu kur ka dërguar një të dërguar një pejgamber, gjithmonë kanë qenë burra, nuk ka pas asnjëherë prej pejgamberëve gra. Pa Meriemja, Asia, këto që përmenden në Kur'an, nuk kanë qenë pejgamber, kanë qenë gra të devotshme, gra të drejta, të sinqerta, besimtare. Por pejgamber nuk ka, sepse misioni I një pejgamberit, siç e dim, është pak nuk është shumë I lehtë, kërkon burra, të cilët që përballojnë vështirësive, ndoshta ndonjë luftë e kështu me radhë. Allah xhaleshanuhu në Kur'an e përmend se çdo herë që ka dërguar një të dërguar, kanë qenë të gjithë burra. Dhe Allah xhaleshani ka zgjedhur ata dhe I ka bërë krijesat më të mira në çdo pikpamje, sepse ato kanë qenë shembull për njerëzimin, shembull për umetet, për popujt e tyre. Pra kanë qenë njerëz të zgjedhur në cilësitë e tyre, në pamjet e tyre dhe në të gjitha pikpamjet e tyre. Dhe detyra kryesore e gjithë pejgamberëve ka qenë të thërrasin njerëzit që ta ndjekin Islamin dhe ta përcjellin shpalljen. Pra prej Ademit a.s. deri te Muhamedi a.s. Detyra kryesore e gjithë pejgamberëve ka qenë të thirrë njerëzit në Islam. E kjo nuk kupton se gjithë pejgamberët kanë qenë musliman. Nuk ka pas pejgamber jahudi apo krishter apo budist apo diçka tjetër. Të gjithë kanë qenë musliman, sepse thirrja me të cilën ka ardhur pejgamberi a.s. është thirrja la ilaha illallah. Pra të besohet në një Zot dhe të besohen pejgamberët me lajket, librat, dita e gjykimit dhe caktimi I Allahut. Tash thirrja me të cilën kanë ardhur pejgamberët e Allahut nga Allah subhanahu wa taala nuk mundet me qenë ndryshme. Një pejgamber me pas thirr një besim tjetër pejgamber mas një kohë me thirr me një besim tjetër, e tjetër me thirr besim tjetër dhe me thonë gjithë e kanë pas me drejt. Nuk është e drejtë ajo. Por me pas këtë mirë, këtë drejtë dhe me thonë ka qenë një thirrje. E thirrje ka qenë të 6 kushte e besimit për të cilët kemi të folë disa xhumoja. Pra besimin në Allahun, në melajket, në librat, në pejgamberët, ditën e fundit dhe caktimin e Allahut. Këto janë baza me të cilën ka ardhur çdo pejgamber I Allah subhanahu wa ta'ala. Pra thirrja e njerëzve për të ndjekur Islamin dhe për t'u përcjell shpalljen, se Allah xhaleshani ka dërguar të dërguarit e tij me shpallje, me urdhëra, me ndalesa, dhe ato këtë shpallje u kanë përcjell ummet të tyre, do të thonë kanë qenë besnik, nuk kanë fshehur asgjë nga shpallja që u ka shpall nga Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj kemi pas apo ka pas gjatë historisë pejgamber apo ne ndëgjojmë shpesh fjalën rasul dhe nebi. E çka është rasul e çka nebi? Është një dallim I vogël mes rasulit dhe nebi, pra I dërguar dhe pejgamber apo profet, si I thonë tash që gjuhën pak më të re, profet. I dërguari vjen me sheria të ri. Pra me sheria ligj, nuk jo me fe të re, me ligje, pra me sheria të ri. Për shembull, kur një pejgamberit diçka ka qenë ndaluar, diçka e lejuar e kështu me radhë, pastaj kur ka ardhur një pejgamber I dërguar tjetër, Allah xhaleshani ka dërguar me sheria të ri. Ose shumicën atij ligji I ka anulu, ose ka ardhur me disa ligje të reja. Pra përderisa vjen me disa ligje të reja dhe anulon disa ligje të cilët kanë qenë para tij, kjo është I dërguar. Ndërsa nebi apo pejgamber është ai I cili nuk vjen me sheria të ri,
por është i urdhëruar ta ndjekë pejgamberin në kohë të dërguar në kohë të tij ose i dërguar i cili ka qenë para tij. Domethënë një i dërguar ka qenë, pastaj vjen një pejgamber, një nebi, e ky nebi nuk vjen me ligje të reja, por e ndjek atë të dërguarin që është në kohën e tij, sepse ka pas raste me një kohë kanë qenë 2-3 pejgamber apo më shumë. Dhe një kohë ka qenë veç një pejgamber. E kështu me radhë. E ky pejgamberi apo nebi është i detyruar apo i urdhëruar ta ndjekë të shariatin e të dërguarit në kohën e tij ose shariatin e atij të dërguarit para tij që ka qenë. Pra kjo është dallimi mes rasul dhe nebi, pra i dërguar dhe pejgamber. Por të ditë janë të obliguar të thrasin njerëz në dinin e Allahut. Tash do një pejgamber ka qenë i dërguar te populli i tij. Domethënë nuk ka shku më lart. Pra me amor me popullin e tij. Kurse pejgamberi alayhis salam, pejgamberi i fundit është i dërguar te të gjithë njerëzimi dhe xhindët. Për këtë tash nuk do me thonë se ai pejgamberi i cili ka qenë dërguar te populli i tij, nëse ka atakuar me dikan tjetër, jo të popullit të tij, dikush ka ardhur prej lart kalimtar e nuk e ka ftuar në Islam, jo. Por ka qenë i dërguar te ai populli i tij. Tash disa fshatra kanë qenë apo disa qytete në Zot e di, vetëm te populli i tij, sikur populli Ad, populli Thamud, që kanë qenë të dërguar pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Pra të gjithë pejgamberët kanë qenë në një fe, në një besim, të gjithë kanë qenë musliman. E nuk është e vërtetë të thuhet Muhamedi alayhis salam është pejgamberi i fundit dhe ka ardhur me fejen e fundit. Se kur thuhet ka ardhur me fejen e fundit, do me thonë Islami ka na feja e fundit. E pas ka pas fej tjera para Muhamedi alayhis salam e pas kanë qenë të vërteta. Jo, ka pas ligje, shariate para Muhamedi alayhis salam, e Muhamedi alayhis salam ka me shariatin e fundit, me librin e fundit dhe pejgamberi i fundit. Pra vula gjithë pejgamberëve. E për këtë është gabim të thuhet disa që përdorin fjalën fej qiellore. Se kur thuhet fej qiellore, do të thonë pas ka pas shumë fej përveç Islamit, të cilët janë qiellore, janë zbrit prej qiellit, pra nga Allah subhanahu wa taala, dhe të gjithë kanë qenë të pranuar. E pastaj ka ardhur Islami ka ndaluar krejt këto fej. Kjo nuk është e vërtetë. Themi ka pas shariate, ligje qiellore, libra qiellore. Tevrati, Zeburi, Injili, këto janë libra qiellore. Me shariate të tjera kanë qenë, me ligje të tjera, e Kurani ka libri i fundit me shariatin e fundit. Jo feja e fundit. E ata tjerët janë anulu. Jo, Adem alayhis salam ka qenë musliman. Nuh alayhis salam musliman, Idris, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Sulejmani, Daudi, Isa alayhis salam, gjithë këto kanë qenë musliman në një fe. Pejgamberi alayhis salam thot, pejgamberët i përshkruan shtonë. Thot pejgamberët janë sikur me qenë prej një babe e nënët i kanë të ndryshme. Do të thot, nëse një burr për shembull ka qenë i martuar më shumë se me një grua, a martuar me një grua, i ka pas ditë 3 fëmijë, ka vdekja e gruaja, a martuar me ditën, me atë i ka pas ditë 3 fëmijë, pastaj ka vdekë shembull dhe ajo, pastaj martuar me 3-ën e 4 e 5, ndërkohë edhe me këtë ka pas fëmijë. Tash krejt këto fëmijë janë të një babës. Por nënët i kanë të ndryshme. E pejgamberi alayhis salam kështu i përshkruan pejgamber. Pejgamber kanë qenë, si më thon, prej një babe, ikhwatun li'illat, do të thonë babën e kanë pas një, do të thonë fenë e kanë pas një. Nënët e ndryshme, do të thonë shariatet, ligjet i kanë pas të ndryshëm. Pra nuk ka pas pejgamber që ka qenë në një fe tjetër përveç Islamit. Të gjithë kanë qenë, edhe Isa alayhis salam, kur i thot havarijuneve, kush është ndihmëtari jam për te Allahun, pra për ta ngrit fjalën e Allah, për ta ndihmuar këtë fe, këtë Islam, havarijun thonë, ne jemi ato ndihmëtarët dhe dëshmo se jemi musliman. Shë përmend Zotin Kur'an fjalën, dëshmo o pejgamber Allah se ne jemi musliman. Po ashtu për kohën e Musa alayhis salam, Allahu xhalla shanu tregon në Kur'an se si ato magjistarët që ishin me faraonin, pastaj e pranuan Islamin, u kthin fenë e Musa alayhis salam dhe kanë përdorur fjalën jemi musliman. Apo Ibrahim alayhis salam, apo Jakubi, të gjithë kanë qenë pejgamberët e Allah dhe kanë qenë në një fenë Islam, se tham thirrja. Pa tash vjen dikush për shembull thojna një zëdhën si një kryetarit. E vjen këto në xhami edhe na jep një lajm apo një ligj nga kryetari i shtetit. Ditë thot edhe unë jam i dërguar i kryetarit të shtetit. A unë vjen me një ligj tjetër kundra këtij ligji që erki i pari. Pastaj vjen i treti,
thotë unë jam i dërguar i kryetarit, kam marrë me ligj të ri, me një ligj nga kryetari, a më ky ligj i kundërshton këtë di. 3 ligje ndryshme, me thonë krejt e kanë mirë, nuk ka shkret mirë. Njëri pikë këtyve 3-ve apo 2 pikë këtyre 3 janë të rrejtë, njëri e ka mirë. E tash edhe pejgamber nuk mundet pejgamber pasor me thirrje të ndryshme, me besime të ndryshme, edhe krejt me thonë janë të dërguar të Allahut. Pra nuk është kjo logjikisht nuk pranohet, po pastaj kur të bazohemi në Kur'an dhe në Sunetin e pejgamberit alayhis salam kuptojmë se feja islame është fe gjithë pejgamberëve. Pastaj thonja fe qiellore, edhe ato për qëllim e kanë fenë krishtere, fenë e xifutëve, edhe fenë islame. Ata që thonë fe qiellore kanë qëllim për këto të rija. Që e para është devijim për muslimanin. Në anën tjetër është devijim edhe për krishterën dhe jahudin, ato janë të devijuar, por edhe më shumë shkojnë devijim. Pse? Se muslimani, sidomos kohën e sotit, mundal me thonë po këshire, masi krishterizmi kanë fe qiellore, jahudizmi kanë fe qiellore, islami kanë fe qiellore. Na sot musliman shirë sa dopt jemi, nash për ka ekonomia, nash për ka luftë, nash për gjithçka jemi bën së shumë do. E për disa jahudit apo krishterët e kanë mirë, pse mos kalojnë fenë aty ne? Apo ai mirë na mirë, ai qiellore unë qiellore, ki qiellore, këtë piçille kanë ardhur pi Zotit. Pse mos kalojnë fenë e tij? Edhe shkruajnë devijon, muslimani bën të krishter apo bën të jahudi. Në anën tjetër, ai xifuti apo ai krishteri çka thot? Por derisa unë kam fe ime kanë qiellore, të kalojnë fenë islame. Ajo qiellore, kjo qiellore po rrin këtë tema. Edhe nuk e ndron fenë, asnjëherë nuk del në islam. Thirrës sa dëshin në islam ka më thon, po dhe imja bën qiellore. E për këtë dësa, ndështë që i thujnë veç dhe hoxhallar, e përdojnë këtë term fe qiellore, nuk thot fe qiellore, por thot ligjet qiellore, sheriatët qiellore, apo libra qiellore. Jo fejet, sepse pastaj kjo është devijim edhe për muslimonin, po edhe për atë jo muslimon, pra për jo muslimon, çka është devijimi i tij, se ka me mend devijimin e tij. Nuk thënë në islam, se do të imja kanë qiellore, jo që qiellore, unë po rri në temën të rrin tonë, se këtë e pas më mirë. Nuk është e vërtet. Edhe nuk është e vërtetë se krejt e kanë mirë. Pse? Se sigur ta kenë krejt mirë, për çka Allah xhaleshan dërgoi dikon 124.000 pejgamber. Për çka Allah xhaleshan zbriti 104 libra. Për çka Allah xhaleshan e krijoi xhenetin dhe xhehenemin. Në momentin kur a krijoi xhehenemin, kuptohet se ka njerëz për xhehenem. Jo vetëm ato që bojnë zullum, ato që bojnë punë shija, po domethënë për ato që nuk kanë besu, që nuk besojnë, nuk kanë besim të drejtë, edhe ato do të hinë në xhehenem. E për këtë, nuk është e vërtetë të thotë gjithë e kanë mirë. Hajde se këtë e besojnë një Zot, nuk e besojnë këtë një Zot. Se sikur ta besojnë këtë një Zot, atëherë do të jemi këtë në të njëjtën rrugë. Po ato po thonë Zoti, Allahu. Ai po thotë Zoti Allahu, po si pe beson? Ka krishteri po thotë Isa është i biri i Allahut. A jahudia po thotë Uzair është i biri i Allahut. A tjetër pe beson zjarin si Zot. A tjetër beson se në këtë botë ndodh diçka pa dëshirën e Allahut. Pa vullnetin e Allah, ai nuk kanë të besuar në Zot. Gjithçka në këtë botë ndodh me caktimin e Allahut, në vullnetin e tij. Allah nuk ka fëmijë, lam yalid wa lam yulad, nuk është i lindur dhe se ka lindur askënd Allahu. E të thotë se Zoti ka fëmijë, më thonë ai e ka fëmijë këtë besim, ai pe kundërshton Kur'anin. E kush e kundërshton Kur'anin nuk është besimtar. Mirë vetëm një është. E vërtetë vetëm është Islami. Inna dina inda Allah al-Islam, e vetëmja fe e pranuar dhe e drejt të Allahu është Islami. Wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kush kërkon fe tjetër përveç Islamit, atij nuk i pranohet. Dhe në ditën e gjykimit do të jetë prej të humburve. Kjo është ligji i Allahut, këtë ka zbritur Allahu në Kur'an, nuk ka se Islami është shpronën e dikujna, e tash po këshillu me bë më shumë xhamata, që dhe më shumë xhamata, jo. Kjo është e vërteta. Po dhe ai po thotë se imi është e vërteta, po bojëm dalme me argumente, me fakte, me sende, por me shikon është e vërteta. E vërteta një, nuk e vërteta, lajmi i vërtet nuk është i shumë llojshëm, është një. Nuk mund të tash me ardhi dikush këtu në xhami me thon jashtë natyra shi, tjetri me hi me thon është bor, i treti me thon është nota jashtë, tjetri me thon jashtë dita. Ne thonë diçka, ai se këtë mirë ka. Po s'mund të ketë mirë tash, ja bor natyra, ja shi, ja nota është, ja dita. Do të thonë lajmi i shumë llojshëm nuk mundet me qenë i vërtet. E pejgamberët janë lajmëtar nga Allahu.
Pra na lajmërojnë nga Allahu, edhe të gjithë pra janë me një lajm të vërtet, ai lajm se e vërteta është një, ajo është besimi në Allahun, besimin me lajkët, pejgamber, librat, ditën e gjykimit dhe caktimin e Allahut. Dhe pejgamberët e Allahut domosdoshmërisht kanë qenë të cilësuar me disa cilësi për me qenë pejgamberi i Allahut. Për shembull vërtetësinë, kanë qenë të vërtetë, kanë qenë të drejtë, nuk kanë rrejt asnjëherë. Qoftë për çështje të dunjos apo për çështje të ahiretit, kanë qenë të gjithë të drejtë. Muhamedi alayhis salam edhe para se më u shpallja banorët e Mekës e kanë thirrë si Al-Amin, besnik, ka qenë besnik. Saqë banorët e Mekës se të çmueshme që kanë pasur ndonjë pasuri kanë thënë te pejgamberi alayhis salam i ruaj. Aja u ka ruaj, se ka qenë besnik. A ditë pejgamberi alayhis salam kur u shpërngor prej Mekës në Medinë, edhe pse janë maltretuar shok, janë mbetën shok, ç'mos i thon pejgamberit alayhis salam, e detyruan të shpërngulet prej Mekës në Medinë, çka bani atë amanetin që e kishte të mushrikëve, pasuritë e mushrikëve, nuk e shfrytëzoi rastin sikur tash këto kretarët ku hikin, ku fillon lufta, çka shir sa më shumë me mor pasuri dhe qalake dikon. Shkon në një vend sigurt, ka marrë milione e miliarda prej shtetit vet, edhe me ratu veten. Jo, pejgamberi alayhis salam kur u shpërngul prej Mekës në Medinë, pasurinë e Mekasve që e kishte, ja la Aliut radhiyallahu anhu dhe i tha Ali, që kjo është e filon, kjo filonit, kthejo amanetin njerëzve. Nuk e shfrytëzoi rastin me thon, po këto më përzon se përzon. Merrja këtë pasurinë, jo. E kanë qenë besnik pejgamberët e Allahut, kanë qenë të drejtë, aq e kanë thonë të vërtetën, kanë qenë njerëz të mençur, kanë qenë njerëz të ndershëm, kanë qenë njerëz të drejtë e kështu me radhë. Këto cilësi të mira i kanë pas pejgamberët e Allahut, edhe para shpalljes, edhe mas shpalljes. Pse? Se kanë qenë shembulltir për popujt e tyre, për njerëzit të cilët i kanë ftuar në dinën e Allahut. Po ashtu pejgamberët e Allahut kanë qenë të mbrojtur prej sjelljes të këqija, siç është gënjeshtra apo tradhtia, mengjelehtësia, pra s'kan qenë mengjeleht. Kur i ka pyet dikush diçka, më thon, edhe njerëz që shka, thjesht sa më pak se s'po të kuptoj e kuj diçka, nuk kanë qenë mengjeleht. Kanë qenë njerëz të mençur, njerëz që i kanë kuptuar të tjerët, çfarë do dialekti pejgamberit alayhis salam kur i kanë folur arab pejgamberi i ka kuptuar. Edhe ja ka kthy me të njëjtin dialekt. Nuk kanë qenë për shembull, janë qenë të mbrojtur nga cilësia e keqe, për shembull s'kan qenë, si thonë tani idiota, njerëz të olt, njerëz të poshtër, nuk kanë qenë njerëz të pandershëm, nuk kanë qenë mendjeman, nuk kanë qenë arrogant, nuk kanë bën imoralitet, zinon, që apo shkruajnë Jusufit alayhis salam apo disa qerë pejgamber. Këto janë cilësi të cilët njerëzit i largojnë nga thirrja jote. Allah xhaleshanuhu i ka mbrojtur pejgamberët e tij, këto lajmëtar, këto të dërguar nga çdo cilësi e keqe që mund njerëzit të largohen nga ajo thirrje, sepse kanë qenë shembulltir për njerëzimin. Po ashtu pejgamberët kanë qenë të mbrojtur nga kufri, edhe para shpalljes, edhe mas shpalljes, edhe nga gjunohet e mëdha dhe gjunohet e vogla. E këtyre pejgamberëve Allah xhaleshan disa të dërguar ju ka zbrit libra, e cila është kusht për i besimit të besohet se besimin në librat. Allah xhaleshanuhu u ka zbritur disa të dërguarve libra. Dhe ato libra, me një hadith të pejgamberit alayhis salam transmetohet se siç transmeton Ibn Hibban nga pejgamberi alayhis salam se numri i libra ka qenë 104 libra. 100 fletushka ju thonë edhe 4 libra, por të gjithave ju thot libra. Dhe Allah xhaleshanuhu ka shpall këtij pejgamberi sikur Musa alayhis salam ja ka shpall Tevratin, Zeburin ja ka shpall Daud alayhis salam, Injilin ja ka shpall Isa alayhis salam dhe Kur'anin ja ka shpall pejgamberit e fundit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa fletushkët, 100 fletushkët, 50 ja ka zbrit Shithit alayhis salam. Shithi është djali i Ademit alayhis salam. Domethënë ka linda i vetëm, se na dim se gruaja e Ademit alayhis salam, Hava, nana e njerëzimit, kur ka lind çdo herë ka pas binesh mbar, një djalë një vajzë. Ndërsa ky Shithi ka lindi vetëm, domethënë sa kon binesh me dikan, edhe ki ka qenë pejgamber i dërguar i Allahut. Para Idrisit alayhis salam, Allah xhaleshanuhu këtij ja ka zbrit 50 fletushka. 30 fletushka ka zbrit Idrisit alayhis salam, 10 Ibrahimit dhe 10 Musës alayhis salam përveç Tevratit. Pra Musa alayhis salam ju ka zbrit edhe Tevrati, edhe 10 fletushkat. E këto janë librat që duhet besohet se Allah xhaleshanuhu ja ka zbrit këtij të dërguarve. Besimi ka qenë thamë njëjtë, ligjet kanë qenë të ndryshme.
Për shembull, në kohën e një pejgamberit, prej ligje që kanë qenë prej dispozitave, falja e namazit akon kush të fal me një vend. Akon vendi caktuar, për shembull, këta qyteti e kanë vende të caktuar ku me fal namaz, por ndryshe se ne fal te shtëpia dikon tjetër s'ke mujt me fal. Kurse në kohën e pejgamberit alayhis salam, shariatin e tij Allahu xhaleshon ja ka bën tokën të pastër dhe xhami. Thot pejgamberi alayhis salam, u ka bën toka e pastër dhe xhami, mund më fal kudo ku. An xhami, an rruga, an punë, vetëm në qet vendi i pastër. Disa ligje shariatet e pejgamberit të mëhershëm kur i ka rënë ndonjë papastërti në rrobën tëshë, a dosh me prej atë vendin për u bën rrobë e pastër me mujt më fal. An shariatin e pejgamberit alayhis salam e pastron me ujë, edhe mund të vazhdo më fal. Në kohën e Musës alayhis salam, ata të cilët e besuan viçin si Zot, e marrun një viç prej ardhe e besuan, ishte kusht ato për u pendu mu kthin Islam, edhe me mbit veten. Kështu thot Allahu xhaleshanu. Ju tham atyre mbit në veten e juaj, pra për mu pendu, mu kthin në Islam, kusht është me hin Islam duke thonë dëshmien e pastaj me mbit veten. Në shariatin e Muhamedit alayhis salam, mbitja vetvetes është prej 7 gjunat të mëdha. E kështu me radhë, pra disa sene kanë qenë të lejuara në kohën e një pejgamberi që ndalu, ama këto të gjitha me urdhën e Allahut, me shpalljen nga Allah, jo se një pejgamber ka, siç vin tash kryetar, vjen qeveria e re, hajde shumicën e ligjeve ndrojna, na nujna çka dojna, por me përshtat pak qeverisë vet, ëh. Pejgamberi ka ndryshuar prej vetvetes këto ligje, por me urdhën e Allahut, Allah i ka dërguar me këto ligje të reja, me këto dispozita të reja. Pra kjo ishte shkurtimisht besimi në pejgamberët e Allahut dhe në librat e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe si cila libër ka zbrit në ato gjuhën të veta, por shembull Tevrati ka zbrit në gjuhën hebraishte, Zeburin po ashtu në hebraisht, Injili i ka zbrit në gjuhën i thuhet aramaike ose siriake, kurse Kurani ka zbrit në gjuhën arabe. Pra çdo libër ka zbrit ai populli të cili ka zbrit libra dhe dërguai pejgamber. E Muhamedi alayhis salam a dërguar te arabët dhe për mbar njerëzimin, por ka dërguar ato kanë qenë arab, ka zbrit gjuhën arabe, gjuha më e pastër në botë, gjuha e Kuranit, gjuha e Muhamedit alayhis salam dhe gjuha e banorëve të xhenetit. E lutem Allah subhanahu wa ta'ala që të na forcon besimin ton, na shton veprat e mira, të jemi të dojna veprat e mira dhe të punojmë me veprat e mira, na shton detyrinë të veprojmë sipas asaj detyrie, të jetojmë si musliman dhe të vdesim si musliman, e kush vdes si musliman, ai ka fituar dunjën dhe ahiretin. E lutem Allah subhanahu wa ta'ala që muslimanët anë mban botës të mbron nga sherrri i munafikave, nga sherrri i armiqve të Islamit, nga sherrri i zullumqarëve. Inshallah Allah xhaleshan së shpejti këtë ummet të Muhamedit alayhis salam i gëzon me ndonjë fitore, me ndonjë çlirim, me ndonjë gëzim të madh, sepse me të vërtetë ai zullumi, dietar thonë çdo send kur hollot kputet, por zullumi kur trashet kputet. Pra çdo send kur e hollon, atëherë kputet. Zullumi e kundërtan, kur trashet, atëherë kputet. E shumë zullum kanë bën dhe janë të bën, inshallah së shpejti pra arrim atë lumturinë, atë gëzimin me të cilën na gëzon Allah subhanahu wa ta'ala si ummeti Muhammed alayhis salam. Dhe në fund e lutim Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.